Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Tiranë njofton se ka përfunduar hetimet dhe dërgon në gjyq vëllezërit të identifikuar me inicialet MR dhe AR si drejtues të një qendre masazhi që në fakt ishte një pikë prostitucioni. Hetimet e procedimit penal të vitit 2021 zbuluan se këta shtetas, pasi rekrutonin femra për të punësuar si masazhatore, i detyronin ato të kryenin shërbime seksuale kundrejt pagesës dhe përfitimet i ndanin me njëri tjetrin. Nga hetimet, prokuroria provoi se pasuritë e tyre nuk justifikohen nga të ardhurat dhe dyshohet se rrjedhin nga veprimtari kriminale, prandaj me kërkesë të prokurorisë u sekuestruan pasuritë e mëposhtme, të cilat nuk justifikoheshin nga të ardhurat e lishme të siguruara ndër vite. Njësi dyqan me sipërfaqe 34 m2, apartament me sipërfaqe 106.4 m2 në rrugën Hoxha Tasin në Tiranë, post parkimi me sipërfaqe 41.2 m2 në Tiranë, dhe 3 automjete tip Benz, Volkswagen dhe Skoda Octava. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë kërkoi dërgimin në gjyq për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, e kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal për 2 të pandehurit.